afër ka përcjellur secilin deklarim i cili është bërë në hollin e kuvendit, por edhe më gjerë. Përshëndetje Liridan, cilat janë deklarimet që dhanë pozita-opozita, cilat janë fajet që kanë njëra apo tjetra? Përshëndetje, aktualisht ndodhemi në hyrje të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nga ora 10 nisi seanca 5 në cilën deputetët, 120 deputet tentuan që ta zgjedhin kryetarin e ri të Kuvendit në mënyrë që t'i hapet rrugë edhe formimit të qeverisë së Kosovës. Seanca nisi ndoshta rreth 10-15 minuta me vonesë, tashmë është bërë rutinë që të nisin seancat me vonesë, jo vetëm tash, po ka qenë edhe në kaluarën. 57 deputet votuan që Albulin Haxhiu të zgjidhet kryetare e Kuvendit. 46 deputet votuan kundër dhe 3 deputet të nismas socialdemokrate, partia udhëhequr nga Fatmir Limaj, abstenoi në votimin për Albulin Haxhiu, ndërkaq që deputeti Adem Hoxha nga partia Unike Gorani, i cili tash së fundmi i është bashkuar grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, nuk mori pjesë, pra nuk votoi as kundër, as pro, as nuk abstenoi, përkundër se ishte i pranishëm në procesin e votimit. Deputetët e listës serbe nuk morën fare pjesë në votim, ndërkaq që mungoi edhe deputetja Duda Balje, pra për herë të 5 dështon të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës. Po e nis me kronologjinë në që të ketë kuptim edhe ajo se çka do t'rregoj sa i përket zhvillimeve në Kuvendin e Kosovës, pra seanca e radhës ku do të tentohet prapë të votohet kryetari i ri i Kuvendit, do të bëhet të premte nga ora 10. Në seancën e kaluar para 2 ditësh, kryetari i Kuvendit Glauko Njufca e tërhoqi nga votimi emrin e Albulin Haxhiut për kryetarin e Kuvendit, duke thënë se duhet një marrëveshje politike. Gjatë 2 ditëve të kaluara nuk është se ka pasur ndonjë lëvizje në terren nga lëvizja vetëvendosje, të paktën zyrtarisht nuk na është thënë nëse janë ftuar partitë politike për të diskutuar për ndonjë emër të pranueshëm për ta. Megjithatë, sot nga ora 9:30 në mëngjes, Avni Dehari, i cili e ka vetëm postin e deputetit në lëvizjen vetëvendosje, e që tash po i takon të udhëheqë seancën konstitutive, meqenëse se është deputeti më i moshuar në Kuvend, nga ora 9:30 e ka marrë primatin Nikoqiri dhe ka thirrë në një takim konsultativ 30 minuta para se të nisë seanca. Takimin e ka bojkotuar Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkaq që të pranishëm kanë qenë përfaqësues të komuniteteve, ka qenë Partia Demokratike e Kosovës, si dhe ka qenë e pranishme Aleanca për Armërinë e Kosovës. Duhet sikur se përpas emrit të Albulin Haxhiut, pengesë për këto parti politike, përfshi edhe në këtë rast edhe LDK-n, ka qenë fakti që takimi konsultativ nuk është thirrë nga udhëheqësit e lëvizjes vetëvendosje, në këtë rast nga kryetari i këtij subjekti politik Albin Kurti, por është thirrë nga deputeti dhe udhëheqësi i seancës konstitutive Avni Dehari. Në këtë takim konsultativ, palët përpas që i kanë ripërsëritur qëndrimet e tyre, ndërkohë se janë marrë vesh, lëvizja vetëvendosje po insiston që Albulin Haxhiu të jetë emri i kandidatit dhe kryetarit të ardhshëm, ndërkaq partitë opozitare kanë ripërsëritur qëndrimet e tyre. Pas dështimit të votimit, në konferencë doli Memli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i njëjti ripërsëriti qëndrimet e tyre, fajtor sipas tyre për bllokimin e Kuvendit është lëvizja vetëvendosje. Sipas tij janë 57 emra të tjerë, ose në këtë rast 47 emra të tjerë të lëvizjes vetëvendosje që potencialisht do të mund ta merrnin mbështetjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës ka vullnet që këtë problem ta zgjidhet, mos presin fare 40 tetor. Nuk është se e qartësoi nëse PDK është e gatshme të takohen sërish për të marrë vesh për cilën emër ose për të votuar, megjithatë tha se kanë vullnet që të propozohet dikush tjetër dhe ta shohim mundësi nëse PDK mbështet. Hikmeti Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe kjo ripërsëriti qëndrimit e LDK-s, ajo tha se lëvizja vetëvendosje është fajtoria kryesore, megjithatë se përket qëndrimit të LDK-s, karshi PDK-s, në këtë rast qëndrimi i tyre është, nëse mund ta cilësojmë pak më radikal, për faktin se asnjë emër për Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është i pranueshëm dhe që propozohet nga lëvizja vetëvendosje. Sipas tyre, fatin e kryetarit të ri e ka në dorë lëvizja vetëvendosje dhe ata duhet që të vendosin. Hikmeti Bajrami para se të largohet nga foltorja në hollin e Kuvendit paralajmëroi kallëzim penal për shkak se sipas tyre që nga data 27 mars deputetët që janë votuar në Kuvendin e Kosovës po i udhëheqin edhe postet ministrore dhe krejun e qeverisë dhe sipas tyre do të dorëzojnë një kallëzim penal. Pastaj deputeti Goran Morati ripërsëriti vetën, ripërsëriti të gjitha qëndrimet e lëvizjes vetëvendosje, i njëjti tha se prapë do të insistojnë që Albulin Haxhiu të jetë kryetari i ri i Kuvendit
dhe e bëri një lloj krahasimi ku tha se nëse ndjeket logjika gjithmonë sipas Muratit, nëse ndjeket logjika e partive opozitare, edhe lëvizja vetëvendosje do të mund të bllokonte zgjedhjen e nënkretarëve të cilët ju takojnë edhe partive opozitare. Murati tha se janë të gatshëm ose ka mundësi që të shkohet edhe në zgjedhje në rast se vazhdon kjo situatë në pamundësi. Muratin e pyetëm se si është e mundur që lëvizja vetëvendosje po insiston se i kanë votat, i kanë 61 vota për formimin e qeverisë, por nuk i kanë 61 vota për zgjedhjen e kryetarit. I njëjti, ashtu siç kanë deklaruar deputet tjerë të lëvizjes vetëvendosje, insiston se marrëveshja për formimin e qeverisë është temë tjetër, ndërkaq votimi i kryetarit të kuvendit është temë tjetër. Mimoza Husari Lila, po ashtu deputet e lëvizjes vetëvendosje, më njëherë pas Muratit doli dhe ripërsëriti të gjitha qëndrimet që i ka lëvizja vetëvendosje. Pra lëvizja vetëvendosje kërkon marrëveshje politike, kërkon nga opozita që të votohet kryetari i ri i kuvendit, por insiston që Albolena Haxhiu të jetë e zgjedhur atyre për kryetar kuvendit. Për fund Ramush Haradinaj, të cilin nuk duhet të harrojmë për shkak se është kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës me 5 deputet. I njëjti ripërsëriti qëndrimin e AK-s, tha se janë gatshëm që të kalojnë këtë situatë dhe ripërsëriti atë që ka thënë para disa ditësh se zonja Saranda Bugojevci dhe Shqipe Selimi do të mund të ishin kandidatet që do të mund të marrin votat e Aleancës për Armërinë e Kosovës, por për të cekur për fund të dyja njëra përmes një postimi në Facebook dhe Shqipe Selimi përmes një përgjigje që dje ka dërguar për televizionin Dugaxhini, e kanë, si themi, refuzuar këtë propozim duke thënë se Albolena Haxhiu mbetet emri që lëvizja vetëvendosje dëshiron në krye të kuvendit. Pra nuk ka asnjë ndryshim. Opozita ose ish partitë opozitare nuk e votojnë Albolena Haxhiu në lëvizja vetëvendosje, as nuk i ka votat e as nuk e ka ndërmend që ta ndroj emrin e Albolena Haxhiut për kryetar të kuvendit. Të premten nga ora 10 do të jemi prezent në Kuvendin e Kosovës dhe do ta shohim se çka do të ndodhë, a do të votohet apo do të dështoj për herë të 6 konstituimi i Kuvendit të Kosovës dhe hapja rrugë e formimit të qeverisë. Nëse po më dëgjon në këto momente teksa je në Kuvendin e Kosovës, a dihet ende nëse kreu i lëvizjes vetëvendosje, deputeti Albin Kurti, është brenda Kuvendit të Kosovës apo ka marrë rrugën për në qeveri? Jo, nuk është se kemi informacione se ku është deputeti Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje. Ne kemi qenë këtu në borën e Kuvendit, kemi qenë edhe tek ajo hyrja ku shkon prej Kuvendit të Kosovës në drejtim të qeverisë, por deri më tani nuk është se kemi pa fizikisht për ta mësuar vendodhjen e tij dhe takimet ose punën që e vazhdon. Po, Lirdëm, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që na i sjelle nga Kuvendi i Kosovës. E kishëm Liridonin drejt për drejt nga Kuvendi, ndërkohë që ashtu